Më kanë thonë ketë mjeve që të hundush me bo. Nuk mjafton industrinë e muzikës me pas vetëm vokalin. Qenurit grua në Kosovë ja duhesh me sakrifiku qaq shumë. Realisht mund dalim edhe te kjo pjesë sepse është shumë e rëndësishme sepse është shumë bekem edhe fat kur ke këndimin, talentin, por është edhe një lloj fati kur e ke edhe bukurinë. Ne shohim manës e një vajzë edhe e bukur, edhe e mëshme, edhe ka një talent të mirë, por këtë pjesën e bukurisë të kanë vlerësuar ndoshta ndonjëherë njerëzit për bukuri sesa për talent? Ka qenë një kohë për shembull që unë kom vazhdu njëkohësisht kom shku shumë në fitness. Edhe e pashin njerëzit janë të fokusu shumë aty. Ma shumë se sa të këndimi jam. Edhe veç e kom ndërprej. E kom ndërprej postimin e videove, e kom ndërprej postimin e se di që unë po kujdesna për veten. E kom pa që është tu keq kuptu. E kom pa që nuk është tu marrë si mesazh që unë po kujdesna për veten, po është tu marrë si diçka që unë pe kallëzoj trupin. Edhe tash unë që trup e kam, funja funit, apo den çta po them që fillon ti me u ndi fajtore për personin që je, nuk e di a është plus a minus kjo nëse je mirë edhe nëse din me këndu ki talentet të tjera, sepse nuk e di pse të na bukuria u bu gjithçka, nuk e di pse që ajo po merr shumë vëmendje, që edhe te unë e ka ndiku për shembull. Te unë e ka ndiku kur kom fillu me dalë në ekran mas pari, më kanë thonë ketë mjeve që të hundush me bo, adin? Ketë je perfekt, veç edhe që ta me bo pak, edhe që ta me bo. Edhe unë ti kur je e re ti e len me ndiku, edhe sot qikat e reja në të ndiku te mase. Edhe me u dok perfekt është pika kryesore e jetës sot, që është shumë gabim, se kërkush s'po dallon pi kërkujna. Edhe une e kom përjetu këtë të njëjtën gjë, edhe kom lu njerëz me ndiku, që thëmë sot asoj ditë thëmë pse, po unë aq kom ditë. Edhe jom ndiku. Mandej kur e kom bo hunën, krejt, okej, që e bunë tash krejt njëtë sikur tjerat, adin? Edhe pash që nuk është qka njerëz është hypë se të vrava, është drypë se të vrava. Ti thjesht dush me vazhdu që aty të bënd lumëtër, që ti ndihesh mirë kur del para pasqyrës, edhe qaj vetbesimi që ti i ki, që ajo bukuria shpirtit tën du të me reflektu të të tjertë, edhe me pa që nuk ka shbërë gjithçka mu duk perfekt. Edhe na kena qef mu duk mirë, kitë është okej mu duk mirë, po s'kena nevoj mu duk perfekt. Perfekcion nuk dija ka ma ikon me të kallëzu drejti, unë është më konë maj bukri në botë, po ti e pret nështë qatë personin tjetër, edhe krejt bukuria është të shpirti kur përshtatësh me qatë shpirtin tjetër. Kimia, energjia që e ki me qatë njeri, sistemi nervor i yti nësë është i qetë me qatë person, është gjithçka. Ka shumë sene ma të rëndësishme se sa mu duk veç bukur. Ketë ajo veç plus. Nëse ti kujdesësh për vetën është ketë okej. Edhe kjo pjesë ka ndiku të une, po që e kom pa që duna mu nal pak, edhe duna mu fokusu ma shumë në muzikë, edhe mi ka dzu njerëzve që hej, që se unë edhe kënaj, nuk është që po dukna, nuk është që po ushtroj veç fitness. Edhe mandej ka qenë Voice of Albania që ka qenë një ndër eksperiencat e mija ma të mira edhe ndoshta që aty ka fillu krejt karriera jam. Që kom kallëzu kush është Ana, një farë mënyre, ose çfarë vokali ka. Po, janë do gjana që nuk mjafton në industrinë e muzikës me pas vetëm vokalin. Duhesh me pas një menaxhment të mirë, duhesh me pas një rreth të mirë që ndoshta ta don të mirën, me pas një farë, s'po di, një ekip që e ka qëllimin e njëjtë. E ajo për me gjetë nuk është e lehtë, sepse të qenurit grua në Kosovë ja duhesh me sakrifiku qaq shumë, edhe me kohën ju e lumtur prapa s'ken, edhe me kohën qëto në sytë të tjerve, edhe me act kështë je perfect. E une që ato së këndosht, edhe s'pe du, halo, nuk e du, po du kur të më rri që atë piken edhe muzikën që une du me bo, po du mu kohën pika ma e lumtur e jetës tam. Sepse fundja fundit ne luftojmë për me qenë të lumtur.